Po, çfarë është parja? Çfarë është parja? Kush e njeh parën? Parën nuk e njeh një i trash, parën nuk e njeh një kriminal, parën nuk e njeh një gangster. Parja do thot komoditet, rati, shplodhje, qetësi shpirtërore. Parja do thot përkëdhelje, një ushqim i mirë, jo strese, jo krime. Parja do thot të shkosh të krijosh një vend bukur dhe të argëtohesh, kënaqesh. Parja nuk është armë, nuk është thik, nuk është pllak guri, as pllak betoni. Parja nuk është rreza thikash. Ato janë truridurit skicës, truridurit Aples, truridurit Ledës, truridurit Jezu, truridurit Jërgen, Allahut, infiniti, se ti kujt. Ju nuk do njihni kur parën, sepse ishit mes parës me arketamukën. Problemi është që të pëlqeu truri i skicës, ta shqyje parën. Nuk po shqyen vetëm parën, po shqyen gjithçka. Se e zgjuar turi. Po pse e kërkon parën? Kur s'di ç'është parja? Për çfarë po e përdor parën? Kur s'ka vlerë parja në dorën tënde. Vazhdo kështu i bën njerëzve gjithë ditën, gjithë natën. Jeni kthyer kafshët e njerëzimit dhe i ktheni njerëzin të çnjerëzor. Shiko Jezu, ti je i çmendur. Po, ti je i çmendur bashkë me grupin tënd. Prandaj nuk e njeh parën. Vazhdo bëjni trurin dhe trupin e njeriut. Ta bëjmë me violin. Po do ta bëjmë dhe me violin. Kapita s'kam shumë qef. Des për violin. Më ke dëmtuar duart, normal që nuk dem shumë për efekt. Të nxjerr nervat. Jo, nuk janë nervat, është truri, si që i bëni truri duke vrarë. Ka ndalë shumë fije nga shkopi. Je talent, Jezusi që ha shumë violinës.